për gjatë, me bë punë, me bë punë tona, jo mbësie, mblektoria, Punë të përditshme. Punë të përditshme. Është kënaqësi shumë e madhe me punun punën tonë, se sa me shku me punun në përdyrë të botës. Sikur janë. Po du më të përqafu, faleminderit shumë që na keni prit, ju rujt i molli Zot e po që gjithmonë punë. Kur shkon në shtëpi dikujt, e pa të prit i Zoti ose zoja shtëpis, ajnera bëhet, po ma e vlefshme është ashtu. E une kom shumë knatësi të madhe që zojat edhe këto nanat shqiptare janë për një me heroina, unë gjithmonë ju kom tha heroina. Edhe mirë se të kam gjetë në konakun tanë. Mirë se erdhe. Faleminderit që pranove me fol me mu. Faleminderit ju. Qysh je? Mirë, faleminderit. Me o plak nuk po të thëmë s'po plakësh, hiç se hec plakësh. Apo lodhni? Në lodhna kajfia, pak. Me punë të shtëpis? Me punë të shtëpis mirë kalojmë. Këto ditë po besoj për juve janë ditë feste, ditët e fishtës, po tregon pak për ditëshmërinë e juve. Unë po besoj që ju dyrt i keni të hapura gjithmonë, zojë nderuar. Lutem edhe mu prezanto me emër dhe mbi emër. Unë kam emrin Rita Koleci. Rita Koleci. Ne jetojmë këtu familjarisht. Jena marrë me ardhen e demokracisë, jena marrë me bujësi, me blektori, primare ka kënë bujësia. Edhe blektoria ma primare, ne kena mojë dele, lopë, edhe blektori marrë. Erdi puna të shej që këtë hapë dhe këtë rëndësi këti vendit, ja dhe Mrizi Zanëve. Ai është heroj për fishtën, e ka zjarë në dritë. Edhe të po me fjallë, të ardhmen, edhe fëmija për me kenë, se fëmini kam në migrim, me ardhë të me punu në vendin e tyne, e kena bon bashkë bisedim edhe kena bon këtë bojtinë. Bojtinën të shte e kena bon me 5 dhuma, gjumit, 1 dhumë granje, edhe kena blektorin të, kena delet. Po, kena mbi 30 kokra dele. Po. Punën e kena fillu, ka 2 muaj që kena fillu këtë. Këtë bojtin. Mashallah ka hecë për bukuri, kena pas vizitar nga vendet në ryshme, turista, nga të në bota. Fëmijët ja fole gurbetit, po flasë. Vetë tash kemet një lloj pronare, sa po mundesh me janë rritë, në fakt. Edhe pse jam shumë frek 2 muaj. Ne këtu të shte punojmë familjarisht, punojmë ne 2 prindrit, kena vajzën me dhëndrin, me djalin e vetë, edhe me vajzën e vetë. Po. E shoha të shte, ne ina të mundu me dhënë maksimumin tonë, për shoha të pa këthen fëmija, këtena edhe, se më do thonë, knajsi herë për ata për vedi, po për nesi plesh, na knaqën nese. A kështë dashtë shumë me u këthy në fakt? Shumë, kështë dashtë, shumë. Se gurbeti është i vështirë. A ke provu me shku të vizite ta, po alo? Jo, kam kenë. A të rihet atje ju? O nuk më në rri heq. Ja, nuk më në rri. Jena mësune këtu se, ati janë për shemull, janë mrenda në kohën, tu jena mësune me dalë, për gjatë, me bë punë, me bë punë tona, jo mbësie, mblektoria. Punë të përditshme. Punë të përditshme. Një pyetje të fundit, se je gjatë punës, nuk po du me pengu, sot jeni të pritë shumë njerëz. Më të pyet ty që e ke tash sa vite, me e krahasu jetën që e keni bë përpara, edhe tash, unë e di që ka qenë kohë tjetër, nuk po du me e komentu atë pjesë, qysh e konsideron ti, çfarë dallimi e bën? Unë e di që keni hiq shumë, po për sa ta po duhet pyet. Edhe kena hiq kesh, në fakt, me fol drejtën. Edhe me ikën e fëmijëve në migrim, kena hiq kesh, si të tonë prindrit, po. Mirë po, me fillimin e kësaj bojtine, ne na pleq,